Avokati i popullit Endrit Shabani bëri betimin zyrtar në kuvend në një seancë të shoqëruar nga tensioni dhe përplasje politike të shkaktuar nga opozita, e cila bllokoi një pjesë të ulësve të rezervuara për ministrat. Situata e krijuar pengoi përkohësisht zhvillimin normal të punimeve parlamentare dhe solli debate të ashpra mes mazhorancës dhe opozitës. Mes tensioneve dhe kaosit në sallë, kryetari i kuvendit lexoi formulën zyrtare të betimit dhe më pas ftoi Endrit Shabanin të kryente aktin formal të betimit. Pavarësisht klimës së acaruar, ceremonia u zhvillua dhe Shabani u betua si avokati i popullit, duke marrë kështu zyrtarisht detyrën e re. Avokati i ri i popullit pas betimit përshëndeti me dorë dhe puthje deputetët e opozitës përpara se të ikte nga kuvendi. Deputetët e opozitës në shenjë proteste penguan nisjen normale të seancës plenare, duke zënë karriget e ministrave në sallën në kuvendit. Ky veprim shkaktoi përplasje verbale dhe tensione të vazhdueshme mes deputetëve e mazhorancës, duke e bërë të nevojshme ndërhyrjen e Gardës Republikës për të spostuar deputetët e opozitës dhe për të rivendosur rendin në sallë. Endrit Shabani u zgjodh avokati i popullit në seancën plenare të kaluar me 11 dhjetor, ku kandidatura e tij mori 85 vota pro, 3 kundër dhe asnjë abstenim. Ai do të ushtrojë këtë funksion për një mandat 5 vjeçar në një rol kyç për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve përballë administratës publike. Gjatë procesit të votimit për zgjedhjen e avokatit të popullit, deputetët e Partisë Demokratike braktisën sallën e parlamentit duke deklaruar se kishin tërhequr mbështetjen për të gjithë kandidaturat në garë. Sipas tyre, procesi nuk përmbushte standardet e kërkuara, ndërsa mazhoranca e cilësoi këto veprime si penguese dhe politike.